Ilda, më trego. Nuk shijoj më asgjë në jetë, më duket sikur s'më do njeri, as familja ime. Ata flen, unë rri zgjuar dhe pres. Pres vëllain të kthehet në shtëpi pas mesnate, ndërsa prindërit flen të pashqetësuar fare. Po mbytëm duke mbajtur hallet e të gjithëve. Dua të iki larg nga çdo gjë. Jam 30 vjeç dhe jeta ime nuk ka asnjë kuptim. Edhe ato gjëra që i kam, nuk i shijoj dot. Më duket sikur asnjë s'më do, as familja ime, për të cilën kam sakrifikuar veten. Që e vogël jam bërë prindër për vëllezërit e mi, dhe madje edhe për prindërit. Mami nuk diti si të më rris. Ajo më solli në jetë kur ishte vetëm 17 vjeç. Unë mora rolin e asaj dhe harrova të jetoj për vete. Lija punën dhe çdo gjë në moment. Sa herë që familjarët kishin halle ose nevoja banale. Jam akoma single. Nuk gjej dot njeri, sepse çdo gjë që kam e lë dhe vrapoj tek ata. Sot pyes veten, për çfarë po jetoj? Kjo pyetje po më zgjon, dhe për herë të parë dua të mësoj të jetoj për veten time. Kam vendosur madje të iki nga prindërit dhe të jetoj vetëm. Ata më mbështetën, por kjo gjë më lëndoi. Mendova, këta nuk më dashkan. Sa shumë jam sakrifikuar, sa shumë. Dhe sot nuk ndjej më asgjë. Kjo është historia e Ildës, një dramë e padukshme për të tjerët, por mbytëse për të. Sot në seancën e parë, anonim, Ilda vjen për të ndarë këtë copëdhimbje. Ilda, përshëndetje. Përshëndetje. Si je ti sot? Sot, nga momenti që kemi folur, në momentin që unë diesha pikërisht në ato ndjesitë që sikur kisha ngecur në një grop balte që përpiqesha të dilja, por sa herë përpiqesha të dilja bija akoma më në thellësi. Dhe i bëra një premtim vetes, le të themi, që me 2025 mbaron çdo energji negative dhe çdo mendim i keq në kokën time dhe në luftë për ta mbajtur 2026 me energjinë pozitive që e kam nisur. Ishte kaq e thjeshtë, mjafton një premtim për veten? Të sjellni një ndryshim kaq të madh apo ka qenë një proces i gjatë, sepse kur kemi folur herët bashk, disa muaj më përpara ke qenë vërtet shumë e ngarkuar, ke qenë pikërisht në atë momentin e humbjes së shijes së jetës. Sa tu desh të arrijë deri në këtë moment çlirimi? Ka qenë, mendoj gjithë viti, por në të gjithë vitin unë kam bërë pastrim të energjisë negative që merrja nga njerëzit të rreth, se gjithë njerëzit që i kisha afër dhe vetëm ankoheshin, zgjota që të largohen dhe, më thënë, nëse në gjithë këto vite unë kam vënë prioritet të tjerët, ka qenë një luftë e imja me veten në 2025 që prioritet të vendosja veten time dhe të hiqja dorë, le të themi, nga njerëzit që më mbushnin me këtë energji negative apo negativitetin që ata kanë, ankesat e tyre, pesimizmin, me çdo gjë që mua nuk më bën të mirë. Unë jam një njerëz që unë të jem mirë e bukur vetë si njerëz, nëse tjetri ka një diçka të keqe, unë domethënë e marr shumë shpejt energjinë e keqe të tjetrit dhe e bëj energjinë e keqe të tjetrit apo problemin e tjetrit problem të timin, dhe është një nga mangësitë e mia që ja evidentoj vetes dhe ja njoh vetes, por shumë e vështirë për të shkëputur. Domethënë, në këtë moment që po flasim jam pikërisht në këtë gjendje që unë të arrit të shkëputem nga problematika e tjetrit, kushdo që oftë personi tjetër. Kur thua që ti lidhesh shumë me problemin e tjetrit, ai sa e bën për vete atë problem, e ke vetëm tek pjesa e ndjeshmërisë apo përfshihesh edhe deri në pjesën fizike të ndërveprimit të gjës? Edhe të ndërveprimit. Sa ezauruese ka qenë për ty kjo gjë? Shumë, sepse në këto momente, nëse flasim për njerëzit e afërt që shumë të dashur, unë lë pas dore çdo gjë time, lë punën time, lë qefin tim, qetësinë time dhe fokus kam zgjidhjen e problematikës së tjetrit. Domethënë unë jam e vetëdijshme që problemi im është me kokën time, me ndjeshmërinë time, me empatinë time, me sedrën time, se ma evidentojnë shumë edhe njerëzit e afërt që kam. Çfarë të thonë? Duhet shikosh veten, nuk duhet të merresh me të tjerët, secili ta jetojë veten e vet, edhe nëse nuk janë okay, është zgjedhja e tyre, boll më, se koha që i ka nuk kthehet. Po cili prej të afërmve ju referohesh prindërve apo njerëz në një rreth më të gjerë të familjes? Jo prindërve. Okej, në prindrit janë gjithmonë në përgjigjen e tipit që ti merr vetë përsipër gjërat, nuk është se ne po të themi ty që të merresh me ne. Ti i ke dashur dhe i ke bërë dhe nuk e shikojnë këtë që unë në një farë formë ndihem e detyruar për t'i bërë këtë gjëra, e detyruar në heshtje, pa fjalë, domethënë. Po pse? Ndërkohë që persona që ma Çfarë të detyron?
Kur prindit nuk ta kërkojnë, çfarë të detyron ty ta bësh këtë akt sakrifikues? Tani, unë shikoj, për shembull, në familjen time unë jam personi më i shkatër ndër të gjithë familjarët, personi që jepet më shumë për për gjetjen e një zgjidhjeje për një problematik të caktuar, edhe jam gjithmonë nisem me idenë që lëre ta zgjidhi vetë, ta bëj vetë dhe pastaj them, unë jam këtu pse ta lë të shkoj dëm kjo gjë, ja, kur unë mund ta bëj këtë gjë dhe mund ta bëj në një kohë më të shkurtër dhe në një mënyrë më të mirë. Dhe në përfundim arrim pasi unë e zgjidh gjën, arrim kur unë jam shumë e ezauruar dhe filloj eskaloj në disa momente të tipit që më keni bërë si burre, ndihem kështu, ndihem ashtu, marr këtë përgjigjen që ne s'kemi kërkuar, ti vetë merr përgjegjësi Si ndihesh ti në këto momente kur prindit të thonë këtë gjë? Pasi ti ke ezauruar veten tënde, ke lënë çdo gjë tënde dhe ke shkuar mbas hallave të tyre. Në ato momente kur ka ndodhur, jam ndjer sikur nuk e kam fare konceptin prind-fëmijë dhe dashurinë prind-fëmijë në ato momente. Kjo ka qenë ndjesia që unë kam patur. Je ndjer e padashur apo e pakuptuar? Po. E padashur, domethënë, në konceptin tim është si kam mundësi që nuk janë mirënjohës, nuk dua të ma kthejnë, nuk pres kurrë të ma kthejnë një gjë, sepse në fund të ditës unë dua dhe e bëj sepse janë prindrit e mi për shembull, apo vëllezërit e mi, motrat e mia e me radhë. Por të paktën mirënjohës. Okej, ata janë mirënjohës, por jo në praninë time, sepse unë kam ndër të afërmit e mi, për shembull që i kam shumë të afërt, marrëdhënie shumë të mira, më thonë që po flisja me mamin tënde dhe po më thoshte se sa krenare ishte për ty apo sa e lumtur për këtë gjë e më se të thash, por mua që të ma thonë në sy nuk ma kanë thënë kurrë. Nuk e ke marrë asnjëherë direkt këtë lloj vëmendje, këtë lloj mirënjohje, këtë lloj dashurie, jo. Ndër vite kam marrë vetëm krahasimin, mund të them që sidomos kur kam qenë e vogël që shoqet e tua, shiko, sidomos mbaj mend në fëmijërinë e hershme, në adoleshencë, le të themi, në moshën 15 vjeçare, diçka tillë, kam marrë krahasimet e tipit. Goca filanit bën qendro, po ti ç'a bën? Ndërkohë që unë sot kam biznesin tim, kam punët e mia, e kam gjithë gjërat të vik, kam shtëpinë time, një makinë shumë të mirë, ndërkohë që goca e filanit ka bërë të kalamajësh në shtëpi. Nuk e kishte të plot si vin, si vajzë ideale për prindrit. Çfarë mendon se të ka detyruar të kthehesh në një njerëz kaq altruist? Aq sa dhe të tjerët e kanë vënë duke që kujdes, Ilda, freno pak. Realisht po mendoja sot në mëngjes këtë gjë. Nuk e di pse u ktheva, domethënë pa kujtuar fare për telefonatën që do kishim së bashku, më kujtuar një moment me vllajin tim të vogël, ku unë mund të kem qenë diku 4-5 vjeç, kur ai që është rreth 3 vite e gjysmë më i vogël se unë, në një grindje me disa fëmijë në lagje, dikush e doqi me cigare në ball. Dhe unë mbaj mend që pash vllajin, dhe pash që mami po shkonte te vllai dhe shkova me vrap pas atij fëmijës që e kishte djegur vllajin. Domethënë, që në atë moshë unë e kujtoj veten time shumë protektive ndaj familjes time, shumë. E kuptoj. Edhe si me kthetra, domethënë janë pika ime e dobët janë ata dhe unë nuk lejoj njeri që të mi preki. Dhe unë jam rritur me këtë. Jo se më ka ushqyer dikush, por më duket sikur unë e kam patur të brendshme këtë gjë që në atë moshë që unë të nxjerr sytë e ballit për shembull për familjen. Mund ta bëj kushdo këtë, nuk e vën diskutim për familjen e vet. Por unë mendoj që e kam të tepruar. Ndoshta edhe sepse ke qenë fëmia i madh i familjes, je vajza e madhe, vëllezërit janë më të vegjël se ty dhe natyrshëm të ka ardhur ndjenja e mbrojtjes. Apo ja? Unë i kam edhe prindërit e rinj dhe ndër vite kam patur edhe debate, xhelozira, gjërash, që okej, unë sot i kuptoj sepse jam në moshë të rritur vet, por atëherë isha fëmijë i vogël dhe gjithmonë kam patur këtë frymën që unë të isha protektive ndaj vëllezërve, që grindja e tyre mos arrinte të stresonte vëllezërit e mi. Edhe sot e kësaj dite për shembull e kam më të vogël nga fëmijët që e kam që pak unë kalova disa strese gjatë viteve të rritjes sime, mund të kem 1-2-3 trauma. Të paktën ky i voglit mos i ket. Je kujdesur që t'i ruash. Domethënë kam një instinkt mëmësie pa dashur ta kem. Se ma thonë edhe vetë prindrit që unë në bisedën që kemi bërë bashkë në rastin e tim vllai që kthehet vonë për shembull si i ri që është dhe unë e pres zgjuar, ndërkohë që prindrit flen. Edhe prindrit më thonë që nuk e pse e pret, nuk është fëmia jot, por është problematika me mua që unë i kam aq të shtrenjtë saqë i vë gjithmonë parë. Okej, mund të them që po e kam rregulluar në këtë 10 ditë, nuk e di sa ditë u bën, e kam rregulluar pak,
por e kam patur jashtëzakonisht të tepruar. Po ti nga të tjerët ke marrë kaq shumë vëmendje të dashurisë sa ke dhënë? Jo. Jo, dhe kjo është e keqja. Dhe këtu kam filluar, mendoj që ajo thyerja e parë këtu ka filluar në një aksident që kam patur vitin e kaluar, diku nga pranvera. Thjesht u ndjeva shumë, sepse çdo ditë po më ndodhte diçka e keqe. Aksident me makinë, po thua. Aksident automobilistik. Po, pas një aksidenti, unë thjesht makina ime as nuk ndiste asnjë gjë. Thjesht mbaj mend kam ikur në dhomën time dhe kam përfunduar me një dënesë të madhe, shpërtheva, dhe mbaj mend që kërkova ndihmë nga disa të afërm dhe mora një përgjigje të tipit ishte më rëndësishme diçka, një argëtimi tyre se sa kjo problematika që unë kisha. Dhe janë persona që unë kam lënë gjërat e mia, kam shkuar për një gjë shumë banale, qefit të tyre, për t'i plotësuar ose për t'ju qenë aty për t'i ndihmuar në një gjë shumë banale. Po, ke shkuar kur ta kanë kërkuar apo edhe kur s'ta kanë kërkuar ti prapë ke shkuar? Kur ma kanë kërkuar. Edhe kur s'ta kanë kërkuar, unë kam shkuar, po në krahasimin që unë mora ishte një rast që unë kam shkuar kur më kanë kërkuar për diçka shumë banale, për një shopping të thjeshtë. Ndërkohë që unë kisha një gjë shumë madhore dhe ishte kështu si një shpull surrati tim dhe mbaj mend dhe biseda që vura re një mosmirënjohje të madhe dhe thash, unë po bëj kaq shumë për gjithë këta njerëzit, domethënë, jo vetëm për familjen time që janë brenda katër mureve të shtëpisë, por edhe për të afërmit të afërt, domethënë kushërinë e parë që unë shkoj shumë mirë për shembull. Dhe unë marr për këtë mosmirënjohje mbrapsht, ose unë jam njëri që as nuk kërkoj ndihmë, unë mund të kem hallet e gjithë botës, unë nuk flas, unë maksimumisht shkoj në shtëpi, mbyllen në dhomën time dhe largohem nga njerëzit kur unë kam një hall ose një problematik. Dhe ndodh shumë rrallë që unë në gojën time të kërkoj një ndihmë për veten time. Çfarë mendon ti kur rri tani dhe shikon ftohtë veten tënde në të shkuar? Okej, nëse unë do kthehesha pas në kohë, unë do isha shkëputur nga familja, do kisha bërë zgjedhje të tjera për të vënë në fokus jetën time, veten time, dhe për të mos pasur në fokus ndoshta të tjerë, sepse kam kuptuar edhe diçka. Im vëlla, për shembull, vllai i madh jeton jashtë, ka një partnere dhe kur unë kam shkuar ta vizitoj, kam parë një përkujdesje të tij shumë të madhe ndaj partneres, që mua më vjen shumë mirë, sepse unë jam goxha për vajza, dua që ti shikoj mirë, sepse mendoj që në shoqërinë shqiptare vajzat vuajnë më shumë se sa djemt, dhe mendoj aty që djemt tani po tundin ndonjë kokë ose po thonë Ndërkohë që këtë vëmendje vllai nuk ta kishte dhënë ty ndonjëherë. Dhe vura re se sa i dashur, sa i përkujdesur, sa të gjitha, dhe thash, okay, ja, unë kam bërë kaq shumë për këtë djalin dhe jam shumë e lumtur që ky po ja jep këtë vëmendje dhe përkujdesje një vajze tjetër, dhe se dua që ai të jetë një marrëdhënie shumë të mirë me partneren e tij. E kuptoj. Por si ky djali nuk e ktheu një herë kokën nga motra që ka dhënë shpirtin për këtë. Se shikoja vetëm të fokusuar te partnerja. Edhe në këto momente kam arritur në atë reflektimin se sado që ti të bësh, sado që ti të vësh në fokus të tjerët, në fund të ditës secili do vazhdoj jetën e vet.